Izraeli ka gjithashtu mundësi të dali i humbur nga këto 3-4 vite konflikt, pasi ta thash që parashikimi im që zgjedhjet në Izrael, të cilat parashikohen në gjysmën e shtatorit, do ta shkatërronin definitivisht Benjamin Netanyahu dhe koalicionin e tij. Pra kjo ishte një prej pikave të katërta. Kulla, është edhe një prej pikave të rëndësishme që u diskutua në ata se çka do të përmbante kjo marrëveshje. Është edhe programi i raketave balistike të Iranit. Çka mund të jetë biseduar këtu? Po. Ajo është një pikë tjetër nga cili Irani nuk heq dorë dhe ka arsyet e veta mos heqë dorë, as nga programi raketor dhe as nga programi i dronëve. Jo më larg se sot SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë planifikuar, kanë parashikuar, kanë nxjerrë që ata do të arrijnë të bëjnë një sistem anti-dron, anti-shahed, po gjithsesi kjo nuk mund ndodh para 2030-s dhe iranianët asgjë çojnë në përmendje të reduktojnë aftësitë e tyre raketore, me të cilat ata treguan që mund të mbrohen në mënyrë suksesshme dhe i gjyzuan gjithë fqinjet e tyre rajon nga Azia deri në Evropë, deri në detin Mesdhek, kështu që nuk parashikoj që mund të ketë një gjë të tillë. Kulla, apo tenton presidenti Trump në një formë të ngri këtë konflikt, pra luftën me Iranin, për të fokusuar më shumë tek Kina apo edhe Rusia? Sa po përmendë pikën më të rëndësishme, çështja është presidenti Trump e ka thënë shpesh që qëllimi kryesor i kësaj lufte me Iranin ka qenë, si më thënë, vënia nën kontroll, disiplinimi i naftës dhe gazit nga Gjiri Persik, por konsumatorët kryesor të naftës dhe gazit në Gjiri Persik janë vendet aziatike, pa konkretisht Kina, edhe India, apo edhe vendet e tjera. Çështja është që në anën tjetër Rusia ka projekte madhështore të naftës dhe të gazit me Kinën, po dhe me Indin, edhe çështja është që presidenti Trump ka ardhur në pushtet me parashikimin që do të arrinte të mos e lejonte BRICS-in të forcojë, po nëse ai sot nënshkruan një marrëveshje me kushtet e Iranit dhe të Kinës, kjo do ta bënte BRICS-in që të ishte fuqia më e madhe globale dhe SBA-ja praktikisht do dilte e humbur. Pra, në një anë ai po mundohet t'i thotë Kinës që ti ke nevojë për naftën dhe gazin e lindjes mesme, kështu që binde Iranin të nënshkruaj marrëveshjen dhe të tërhiqet, por nga ana tjetër presidenti SBA-s duhet të kalkulojë edhe zgjedhjet e midtermit në SBA,